të zgjasni qerpikët tuaj me vetëm 2 hapa. Hapi i parë është të merrni rimelin. Ky është rimeli nga Emily, i cili ka efekt 3D dhe është një tubing maskera. Pra në momentin që ju e vendosni në sy dhe dëshironi që ta hiqni, thjesht lani sy dhe ajo do të dalë si copa dhe nuk do të bëhet fare me të zeza rreth syve. Dhe tani do të lyejmë qerpikët. Shikojeni pak ndryshimin. Bëj dhe syrin tjetër. Kaq. Ky është hapi i dytë, të lyeni qerpikët tuaj. Qerpikët tuaj do të qëndrojnë kështu gjatë gjithë ditës, nuk do të ketë asnjë copë të zezë në pjesën e poshtme të syve, as nga vapa, as nga djersa, as nëse ju lotoni. Dhe për më tepër i zgjat shumë qerpikët tuaj. Për porosinë kontaktoni.